gazetarë tjerë ose si shumë njerëz që më në fund drejtësia po e bën punën e vet, jam një nga mbështetësat më të mëdhenj të atij institucioni, që kam folë publikisht non stop. Por unë du me të pyet si mik edhe si gazetar publikisht. Unë jam drejtu Zotit Altin Dumani publikisht 2 herë dhe i kam thënë që të lutem, a ka mundësi të më investigoni mu përpara dhumit të medjave që vën gjoba dhe që intrigojnë, sepse nuk ka më turp një firmë ndërkombëtare. Këta të vjedhin vrerë dhe më krijojnë gjithë këto probleme me artikujt e tu që bëjnë, me kolegët e mi ndërkombëtar, po dhe me familjen, me fëmijët e mi që rriten, nuk ka. Tashi unë du të bëj një tjetër pyetje nëpërmjet jush. Dihet që një vend nuk e man demagogjia, po e man ekonomia. Jemi dakord deri këtu? Absolutisht po. Dhe ti e di që unë jam shumë pro kapitalist. Unë kam dëshirë që edhe Zoti po më fali shnet, ke mundësi dhe i 5 vjeçar që të punoj. Nuk punoj se kam ndonjë neps për lek. Nepsi im për lek është me shkollu fëmijët, deri këtu, ta kam thonë 100 herë. Po. Por që të munohem që këtë firmë internacionale ta bëj një brand shqiptar, bar europian dhe bar botëror, këtë e kam ëndër. Kjo është edhe për Shqipërinë. Ajo është krenari dhe Tashti kjo është krenari për Shqipërinë. Për Shqipërinë tonë se s'ka një brand internacional. Tashti unë jam në rrugë sipër për këtë punë. Kërkoj tek shteti im, te Ministria e Ekonomisë konkretisht. Ka kaq kohë që dua të marroj letra për këtë objekt, për këtë objekt, për këtë punë, për këtë punë. Ore zotëri, nuk firmos njeri në administratë shtetit. Tash i ky Spaku, që i qenë ka për korupcionin, a nuk quhet korupcion kur këta njerëz që janë në administratë nuk bëjnë punën e vet dhe nuk firmosin, sepse kanë frikë Spakun? Dhe ata kanë një rregullore që për kaq ditë duhet japin përgjigje, për kaq ditë duhet kthejnë shkresën mrap, për kaq ditë duhet firmosin. Kur janë të gjithë gjërat me analigjit, kur janë rregullta. Unë e di që ty të ka pasioni fjalës, do të ndërpres. Sepse pastaj po e zgjatë do më. Jo, nuk po e zgjas, po unë dua të di, atëherë ta koncentroj pyetjen. Ka një problem. Po. Spaku shumë pro biznes. Më thoni një biznesmen që ka goditur dhe arrestuar Spaku. Nuk ka, nuk ka. Ore zotri, nuk ka zyrtar që janë. Duhet të bëjnë detyrën dhe mos kelin ligjin. E kuptoj. Tashti problem ka që ti të fitosh sipas rregullave ligjore. O zotni në rum. Ç'pun ka Spaku kur ti e ke rregull? Ore zotni në rum. Ka njerëz pa fajshëm. Ore vllai dashur. O zotni në rum.